Pse duhet të hani më shumë qershi? Ja çfarë i bëjnë trupit tuaj. Qershit janë një frut i rumullakët dhe i kuq, të cilët mund të ndryshojnë në mallësi dhe në shije, varësisht nga lloji i tyre. Ato janë gjithashtu të ëmbla ose të tharta. Qershit të ëmbla shpesh konsumohen të freskëta, ndërsa qershit e tharta përdoren shpesh edhe në gatime. Por cilat janë përfitimet shëndetësore që do të merrni nga konsumi i qershive? Zemër më të shëndetshme. Qershit ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut duke kontribuar në një shëndet më të mirë kardiovaskular. Ndihmojnë në uljen e problemeve të kolesterolit. Konsumi i rregullt i qershive mund të ndihmojë uljen e niveleve të kolesterolit në gjak. Ndihmojnë në menaxhimin e niveleve të sheqerit në trup. Përmirësojnë gjendjen inflamatore. Këto fruta janë të njohura për efektet e tyre antiinflamatore dhe kontribojnë në zvogëlimin e inflamacionit. Ndaj shtimi i tyre në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve.